vjetëve, kur u zgjodhi Lulzim Basha kryetar dhe aty po diskutonin njerëz të Partisë Demokratike. Thashë kam shumë miq në Partinë Demokratike. Dikush më ta quajë normale, po ne jemi shqiptarë dhe kemi shumë gjëra të përbashkëta. Dhe kur ato po diskutonin me zjarr, më thanë, na e thuaj një mendim. I thashë mbi Lulzim Basha nuk do bëni ajë. Nuk do bëni ajë, se nuk ka karakter luftari. Njeriu duhet të ketë karakter luftari, duhet të ketë vërtet. Ai ka gjetur të gas në gjithçka. Nëse doni të bëni diçka, bëni argitën kryetare. Pra e kam patur bindje që transferimi i pushtetit brenda familjes është një ëndër e Berishës. E kam patur këtë bindje, ndoshta mund ta bëj nesër. Por Amerika në këtë zgjedhje nuk është në Shqipëri. Ka që parëndësishëm jemi bërë në për to, sa që ambasador nuk për në sjellin. Pra, asë për këtë ngjarje të madhe si që është kështu, dikur vinin grupe kongresmen, grupe senatorë, shikonin zgjedhje, të bënin deklarata, tani njerëz individual të cilët sipas lidhjeve vetjake bëjnë deklarata që mund të ndihmojnë njëri krah po krahën tjetër. Unë kam patur këtë eksperiencë në 88-99 me kongresmen apo senatorë amerikanë, të cilët dilnin në mbështetje të luftës Kosovës për një çështje shumë të drejtë. Por nëse do kishin kontaktet e Bruno Selimajt, e Kërëmbardhës, e Kokolarit, e këtyre, edhe ato gjithmonë është dikush që e çon këtu fjalën apo e nxit për të bërë diçka. Po Berisha person që mos i njoh zgjedhjet SBA-ja. Amerika nuk do njoh zgjedhjet? Shpreson që me provat që kanë grumbulluar, që sipas Berishës do i dërgojnë në Dasht dhe kanë vendosur dhe lime me Shtëpinë e Bardhë për t'i shpallur disa grupe në Durrës e qytete të tjera, organizata terroriste të blerjes së votës. Shikoj, ai edhe mund të ndohet që në një organizatë edhe Shpaku në këmbë është, edhe Shpaku ka intereset e veta. Tani po kthehet shumë me një vëzhgim, me një vështrim politik edhe Shpaku. Për fat keq që Shpaku krua për të çunuar drejtësia mbi të vërtetën. Por presionet e ndryshme po e zbehin rolin e saj, por e kam fjalën këtu që tieni për diçka të bindur. Amerika, edhe nëse do vëhet diçka skandaloze, deri tani nuk ka asgjë skandaloze në Shqipëri. Aty ku punojnë i vëzhgojnë zgjedhjen në Shqipëri dhe nuk ka deri tani asgjë këtu, gjëra sporadike, si sa jo kryetaria e grupit që lidhen me karakterin e shqiptarit. Gjëra të zakonshme, jo grinja, jo ndalje maqinash, budallëqe të tilla për të kryer incidente për të thënë që zgjedhjet nuk qëndrojnë këtu. Kushdo që fitojnë në Shqipëri, qoftë grupi i drejtuar nga Edi Rama, qoftë grupi i drejtuar nga Sali Berisha, bota do njoh zgjedhjet. Ne nuk jemi Rumani, ku ndikimi rus është i fuqishëm. Është vërtet se ndikimi serb disa segmente ose grek disa segmente të politikës shqiptare është i njëshëm, por nuk është vendosës më. Nuk kemi në vitin 91-92 ku ne shikonin çfarë do thotë Greqia, kush do fitojë Greqia, ose kur vinin parat të Serbisë këtu pa hesab. Shqipëria tani ka një rol tjetër ndërkombëtar. Sikur Edi Rama ta bënte politikën e brendshme, si bën politikën e jashtme, unë do hiqja kapelën. Pra në arenën ndërkombëtare Shqipëria nuk është më shteti rrumpall. Duhet ta pranojmë këtë fakt. E ka bërë me qëllim, është merit e tij vetjak apo merit e strukturave gjeopolitike, ngjarjeve gjeopolitike që ndodhin në Shqipëri, që ndodhin në Ballkan, që ndodhin në Europë, kjo është tjetër gjë. Por t'jeni të bindur, Shtetet e Bashkuara, Europa, të gjithë do njohin zgjedhjet. Do njohin kështu pa asnjë diskutim. Biles ka mundësi që përshëndetje apo pas vijë nga presidenti Trump. Po i mbyllim me këtë. Zoti Islami, unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për ftesën, ndjes që u vonuam, por faleminderit shumë. Ja që ndodhin. Ju mirë kuptoj dhe ju uroj më të mirat. Ju falenderoj shumë. Faleminderit.